Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Nuk ju ftoj të më bëni subscribe, por më dëgjoni. Sot plasi një skandal shtetëror. Diheshte, mirë po nuk u dhanë të dhënat lidhur me shpërndarjen territoriale të asistentëve arsimor. Ministria e Arsimit dhe Shkencës në Maqedoni fshehej të dhënat për asistentët arsimor. Nuk pati transparencë territoriale. Numri dhe shpërndarja sipas qyteteve nuk u dha. Dini pse nuk u dha, sepse Mashi nuk do të ekspozoj disproporcionet etnike dhe rajonale në punësimet publike. Çfarë fshehej me këto deklarata sipërfaqësore? Nëse publikohen shifrat për Tetovën, Gostivarin, Çajirin, Strugën e tjerë, del hapur që te shqiptarët ka shumë më pak asistent në raport me nevojat dhe numrin e nxënësve. Po të publikoheshin shifrat për banimet maqedonase, del që aty numrat rrinë më stabil dhe punësimi bëhet më shpejt. Pra, Mashi shmang publikimin e ndarjes sipas komunave, sepse çdo tabelë thjesht do të shpërfaqte qartë pabarazitë e punësimit dhe financimit rajonal. Pse nuk ka transparencë konkrete? Një është politike, shifrat sipas qyteteve do të jepnin municion opozitës, sidomos asaj shqiptare, për diskriminim sistematik. 2. Administrata. Vetë komisionet komunale të arsimit nuk mbajnë evidencë të unifikuar, nuk duan të nxjerrin dobësitë e tyre. 3. Formula e punësimit, Mashi përdor nëne të përgjithshme, pa kuota dhe pa plane rajonale. Pa plan nuk ka llogari. Financimi jo i barabartë. Nëse shfaqet ndarja sipas qyteteve, del në pa menjëherë që zona shqiptare në Maqedoninë e Veriut marrin më pak fonde për kokën nxënësit. Dhe kuptohet, këto punësime bëhen me listë të mbyllur. Në shumë raste, asistentët futen përmes projekteve të jashtme të ose OEQ-ve, jo drejt për drejt Mashit, kështu që ata shmangin publikimin e emrave dhe vendndodhjes. Pra, numri 1300 në fillore, plus 130 në të mesme, siç e tha sot Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë për asistentët arsimor, totali është 1430, por nuk pat asnjë ndarje sipas qyteteve. Pra, mungoi transparenca. Këto numra thjesht janë propagandë. Tingëllojnë bukur, por nuk trajtojnë dhe nuk tregojnë ku janë vendosur, sa realisht punojnë, sa mungojnë dhe sa janë të shpërndarë padrejtisht. Çfarë do të merrej vesh po të publikoheshin këto të dhëna? Do dilin shifrat sipas komunave. Tetova dhe Gostivari do dukeshin me mungesë të theksuar. Çajiri ndoshta me situata edhe më të keqe. Shkupi, Manastiri, Shtipi, Prilepi me nxënës të bllokut maqedonas do të dilin më mirë të mbuluara. Pjesa maqedonase e sistemit del me trajtim më të favorshëm, dhe kjo është arsye pse numrat nuk publikohen. Atë shtrohet një dilemë, ku ngec realisht puna me asistentët arsimor? Pra, mungesa më e madhe është në komunat shqiptare. E përmendem, por do e përsërisim. Tetova, Gostivari, Çajiri, Struga, Kërçova, gjithë kanë numër shumë më të madh nxënësish se sa asistentë angazhuar. Në disa shkolla ka një asistent për 8 deri 10 fëmijë me nevoja, ndërsa standardi ndërkombëtar thotë është një asistent për 2 ose 3 nxënës. Kjo nuk del publikisht sepse shkatron narrativat qeveritare për zhvillim gjithëpërfshirës të arsimit në Maqedoninë Perëndimore. Mash përdor raportim të tipit total nacional për t'i bërë numrat të duken të mëdhenj. Deklaratat e tipit 1300 në fillore duken serioze, por nuk ka të dhëna për shpërndarje territoriale dhe janë thjesht statistikë e zbrazur. Në praktik, një komunë e varfër urbane shqiptare me 10.000 fëmijë mund të ketë vetëm 5 deri 7 asistent. Dhe këtë Mashi e di shumë mirë. Por kjo nuk është befasia e kësaj. Në Mash me vite të tëra për 22 vite ka veç BDI-ja. Asgjë konkrete. Edhe vleni një të gjë e bën, edhe pse gjitha këto që i përmendin sot Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë kaluar nëpër qeveri. Ata kuptohet e kanë miratuar. Dhe pa treguar vendbanim shmanget përgjegjësi direkte. Po të thuhet Tetov X asistent, Gostivari Y, Çajiri Z, atëherë çdo komunë do pyesë, pse be kaq pak? Kush vendosi? Kush i mori vendet? Kjo i hap telashe politike dhe juridike ministrisë. Prandaj gjërat mbahen në thojza gjenerale. Pra, Ashiqare ka një problem të qartë etnik, që askush nuk do ta pranojë publikisht. Shumica e ekspertëve e dinë, zona shqiptare kanë staf më të pakët për shkak të konkurrencës më të ulët administrative, mungesës së rrjetit partijak në nivelet e Mashit, buxhetim të pabarabartë historik, mungesë së presionit institucional nga komunat shqiptare, kjo në arsye që askush nga Mash nuk guxon të artikulojë. Mirpo nuk duhet haruar se asistentë shumica prej tyre janë të punësuar përmes projekteve të OEQ-ve, që do të thotë nuk janë në listën e punësimeve shtetërore, nuk raportohen sipas komunës,
s'ka të dhëna zyrtare të verifikueshme dhe mund të hiqen nga puna më njëherë pa pasur përgjegjësi Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Kjo e bën sistemin edhe më jo transparent. Po ashtu edhe vjetërsia e sistemit të raportimit është në shprehje në komuna të Maqedonisë Perëndimore. Komunave si Tetovo kërkohet të raportojnë me dokumente Word e Excel, primitive pa formular standard. Informacioni që shkon në mash shpesh është i paqëndrueshëm, i paplot dhe nuk kontrollohet. Mash nuk do ta pranoj këtë sepse është turp institucional. Pra, për vetëm arsye që nuk jep të dhëna dhe shifra sipas qyteteve del se po t'i jap mashe ekspozohet drejt për drejt pabarazia etnike dhe rajonale në punësimet e asistentëve arsimor. Pse mash nuk tregon shifrat sipas qyteteve? Pra, qytetet si Tetovo, Gostivare dhe Çajri si më të mëdha do dilnin me mungesa dramatike. Po të publikoj tabela do të shihej më njëherë se komunat shqiptare janë pothuajse jashtë sistemit. Ndërsa ndarja reale do të tregonte edhe diskriminimin buxhetor. Financimi për kokë nxënësi në Maqedoninë Perëndimore si dhe në Maqedoninë tjetër nuk është i barabartë. Komunat shqiptare marrin më pak, punësojnë më pak dhe ofrojnë më pak. Mashi jo që se di këtë, e dishin edhe ministrat shqiptar. Prandaj i mban të shfshera shifrat territoriale. Pra, fsheja mbron vendimet e dobta politike. Shih fjalë urtë popullore shqipe që thot shkoi Nuzi Erdomuzi, ishte bëdia, hiç gjë, erdh Vleni edhe më pak se hiç gjë. Publikimi i shpërndarjes rajonale do të hapte pyetjen logjike. Kush vendos që një shkollë me 1000 nxënës të ketë vetëm një asistent? Asnjë ministër nuk do ta mbajë këtë përgjegjësi. Pra edhe një herë po e përsërisim, shumë vende të punës për asistent arsimor janë përmes projekteve të OEQ-ve, jo mash. Kjo do të thotë se një pjesë e madhe e tyre nuk janë të regjistruar në mënyrë standarde, nuk kanë vend punime të fiksuara, nuk kalojnë përmes konkursit shtetëror, prandaj s'ka asnjë listë transparente për të publikuar. Ndërsa administrata nuk ka sistem të unifikuar raportimi. Komunat dërgojnë tabela të ndryshme shpesh të paplota dhe të palexueshme. Në vend që të ndërtohet një sistem monitorimi, mash zgjedh të mos publikojë fare për të mos ekspozuar kaosin e brendshëm. Pra, transparenca territoriale nuk mungon rastësisht. Ajo mungon sepse çdo tabelë sipas komunave do të vërtetonte atë që prindërit shqiptarë dinë prej vitesh. Shërbimi arsimor për fëmijët shqiptar nuk trajtohet njësoj si ai për fëmijët maqedonas. Derisa mash refuzon publikimin të dhënave të detajuara, çdo kusht ka të drejtë të dishojë se shifrat e mëdha kombëtare shërbejnë vetëm për propagandë, për PR, jo për zgjidhje të problemit. Dhe sipas asaj se si po shkojnë gjërat, shqiptarët duhet të presin edhe shumë dekada në Maqedoninë Perëndimore për të realizuar të paktën të drejtën e arsimit, si fillor, ashtu dhe të mesëm i cili është i garantuar me kushtetutë. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani, nuk juftoj të më bëjnë subscribe.